Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Fillimisht e falenderojmë Allahun xhallahu ala për gjitha mirësitë e tij të panumërta. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje, mëshirë, udhëzim dhe çdo begati në jetën e kësaj bote dhe të botës tjetër vetëm Allahu xhallahu ala ja kërkojmë. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë njeriu më të dashur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre të cilët ndjekin rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit. Vëllezër, pas falënderimit Allahut, gjithmonë në mikpritje të tilla e ndjet nevojshme si obligim moral, po edhe si obligim fetar, duke u nisur nga mësimet e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili thot: "Men lem yashkurin nas lem yashkurillah." Ata njerëz cilët nuk dinë t'ja u bëjnë shiqyrin njerëzve dhe nuk dinë të jenë mirënjohës dhe falëndërues ndaj njerëzve, ata realisht nuk dinë të jenë falëndërues as ndaj Allahut xhallahu ala. Andaj unë shfrytëzoj rastin që të falenderoj kryesinë e kësaj xhamie bashku me xhamatin, që falenderoj juve vëllezër të cilët jeni prezent për mikpritjen e ngrohtë si zakonisht që na e bëni gjithmonë. Elus Allahun xhallahu ala që Allahu t'ju shpërblej me mirësitë e tij të pafunda. Elus Allahun xhallahu ala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, që Allahu t'ju jep mirëqenie juve dhe familjeve tuaj, dhe Allahu xhallahu ala ashtu sikurse na bashkon në këto xhamia të bereqetshme, Allahu na bashkoj dhe në ditët më të mira, apadyshim se ato ditë janë ditët kur do të jemi në xhenetin e Allahut. Allahu na bëft nasib gjithëve. Vëllezër, unë dua shkurtimisht një hyrje, një farloj para përgatitje para atë që do të vijojmë më pas me ligjëratën Hoxha Ali. Ajo është se dua të kujtoj veten edhe juve për nevojën e madhe që kemi ne si besimtar dhe si musliman për të pasur mezhlise të tilla. Nga se këto mezhlise janë begati prej begative të Allahut. Dhe ajo e cila na e mundson realizimin e këtyre mezhliseve dhe takimeve të tilla të kësaj natyre, është padyshim se begatia më e madhe të cilën njeriu duhet ta kujtojë vazhdimisht në jetën e kësaj bote. Ajo është begatia e imanit, vëllezër. Thot Allahu xhallahu ala në Kur'an: "Ya ayyuhan nas", fillimisht duke ju drejtuar gjithë njerëzve: "Udhkuru ni'matallahi aleikum", përkujtoni nimetet e Allahut ndaj jush. Dhe këtu ju drejtohet gjithë njerëzve pa përjashtim, nga sa Allahu të gjithëve, edhe ata të cilët e kanë mohuar Allahun xhallahu ala, Allahu i ka begatuar me mirësi në jetën e kësaj dhunjaje. E Allahu ju drejtohet duke ju thënë: "Ya ayyuhan nas", o ju njerëz, udhkuru ni'matallahi aleikum. Kujtoni begatitë dhe mirësitë e Allahut ndaj jush. Më pas në një ajet tjetër Allahu ju drejtohet veçmas besimtarve në emër të imanit dhe në emër të kësaj gjëje më të shtrenjtë që e posedojmë ne në zemrat tona, duke thënë Allahu xhallahu ala: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju të cilët keni besuar. Kësaj here është po e njëjta thirrje, por në emër të imanit, në emër të besimit, për të qenë më të vetëdijshëm pikërisht në këtë ajet, madje duke na e kujtuar Allahu xhallahu ala begatinë më të madhe, të pakrahasueshme që e gëzojmë ne si musliman. Ajo është begatia e imanit, begatia e besimit. Andaj thot Allahu: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju të cilët keni besuar. "Udhkuru ni'matallahi aleikum", kujtoni begatitë dhe mirësitë e Allahut ndaj jush, se sa më shumë që njeriu i kujton begatitë e Allahut, aq më shumë bëhet falëndërues, aq më shumë bëhet i vetëdijshëm dhe bëhet i kujdesshëm për të ruajtur këto begati. E ajo që neve na ka tubuar, vëllezër, në këto mezhlise, kush është begatia e imanit. Wallahi nuk jemi njohur me njëri tjetrin për ndonjë arsye tjetër, vetëm për faktin që kemi besuar Allahun xhallahu ala. Është kjo xhamie e cila na ka bashkuar, është imani në Allahun te barek ve taala, është njohshmëria tauhidin në Allahun xhallahu ala, e cila i ka bërë bashk zemrat tona dhe e cila na ka afruar mes nesh. Andaj lutim Allahun xhallahu ala që Allahu të na ruaj këtë iman. Pse përmenda fillimisht këtë begati? Është sepse vëllezër e dini nga parimet themelore të ehli sunetit është se imani rritet, shtohet dhe paksohet, apo? Dhe ky është besimi i ehli sunetit, besimi i shëndosh. Ne gjejmë se imani shtohet dhe paksohet. Kur shtohet?
shtohet me punë të mira, me vepra të mira, me bindje ndaj Allahu xhallahu ala, dhe kur paksohet me gjunahe, paksohet me gaflet, paksohet me neglizhencë, paksohet kur njeriu qëndron larg Allahu xhallahu ala dhe larg shkaqeve të cilat shkaqe e mbajnë besimtarin më afër Allahu xhallahu ala. E si sebeb ose si shkak për ta shtuar imanin dhe besimin në Allahun xhallahu ala, është padyshim vëllezër që ne kemi nevojë për mezhlise të tilla. Nuk ka mundësi që të konsiderohet një besimtar i cili është i kujdesshëm ndaj imanit të tij, kur ai kalojnë vite të tëra dhe nuk prezanton dhe nuk merr pjesë dhe nuk interesohet për mezhlise të kësaj natyre. Për mezhlise të cilat mezhlise përmendet Allahu xhallahu ala. Për mezhlise ku mësohet feja Allahu xhallahu ala. Dhe ne shumë mirë dimë vëllezër se pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë me yuridillahu bihi khaira, kujt Allahu ja do të mirën, ja do mirësinë, çfarë bën me atë njeri? I ja bën të kuptueshme këtë fe, i ja bën të kuptueshme dhe të qartë këtë din. E kjo fe Allahu xhallahu ala nuk mund të kuptohet dhe nuk mund të mësohet nëse ne jemi të mangët në prezencën tonë në mezhlise të tilla dhe nuk e ndjejmë të nevojshme në zemrat tona se unë vërtet kam nevojë që her pas here të frekuentojmë mezhlise të cilat mezhlise mësohet feja Allahu xhallahu ala. Andaj kjo është diçka jashtëzakonisht e nevojshme dhe nuk ka njeri si përfaqen e tokës i cili mund ta përjashtoj veten nga kjo nevojë. Nuk ka. Çdo njeri i cili e ndjen veten të nevojshëm për Allahun, dhe gjithë ne pa përjashtim jemi të nevojshëm për Allahun. Ja ayuhan nas, o ju njerëz, antumul fuqara'u ila Allah. Ju jeni fukara dhe nevojtar për Allahun xhallahu ala. Allahu nuk ka nevojë vallahi për ibadetet tona. Allahu nuk ka nevojë për adhurimet. Allahu nuk ka nevojë për që ne të bëhemi në këto xhamia. Kush është nevojtari realisht për xhamiat? Kush është nevojtari për ibadetet? Kush është nevojtari për mezhlise të tilla? Jemi unë dhe ti. Për ta shtuar imanin ton. Jemi unë dhe ti që të kujdesemi për këtë iman. Jemi unë dhe ti që të mësojmë fejnë Allahu xhallahu ala, sepse e dim që kjo është e vetmja fe e pranuar tek Allahu xhallahu ala, me të cilën ne shpresojmë që dalëm një ditë faqebartë para Allahut subhanahu wa taala. Andaj duhet përmendi hadithin e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam që thot: "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum", me të vërtetë thot pejgamberi alayhi salam, imani vjetrohet në zemrën e secilit prej jush. Njeriu kur udhëzohet në fenë Allahu xhallahu ala, ka momente të caktuara, ka një fazë në cilën ai vërtet ndjehet më i mali, më i udhëzuar, ka më shumë gatishmëri për t'u bindur Allahu xhallahu ala. Po nëse nuk ja bën hizmetin këtij imani, çfarë ndodh vëllezër? Ndodh me atë të cilën gjithë ne në momente të caktuara në jetën e kësaj dhunjaje e kemi përjetuar. Humbet gatishmëria për t'ju bindur Allahu xhallahu ala. Me kalimin e kohës, nëse ne nuk kujdesemi për këtë iman, nëse ne nuk prezantojmë mezhlise të tilla, nëse neve na mungon shoqërimi me njerëz të mirë të cilët na kujtojnë Allahun xhallahu ala, automatik do të ndodh ajo që ka thënë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Me të vërtet imani vjetrohet në zemrën e secilit prej jush, ashtu siç vjetrohet një rob. Njeriu e mban një rob dhe vjen momenti nuk e përdor më atë rob. Për shkak se është vjetruar, nëse ai nuk e ripërtrin atë dhe nëse ai nuk kujdeset për mirëmbajtjen e trupit të tij, duke marrë ndonjë rob tjetër më të re që i përshtatet dhe i duket më komode. Andaj tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam: "Fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum." Andaj luteni kënd Allahun xhallahu ala. Luteni Allahun që Allahu ta ripërtri imanin tuaj në zemrën tuaj. Luteni Allahun që Allahu ta bëj të freskët këtë iman, ta bëj iman i cili vërtet pasqyron dhe reflekton vepra në jetën e besimtarit. Andaj vëllezër, këto mezhlise janë mezhlise të cilat e ripërtrin imanin ton. Andaj kjo është pse ne kemi nevojë për mezhlise të tilla. Kjo është pse ne duhet kujdesemi për të ruajtur këto ambiente, për ta ruajtur këtë vllaznillok, për ta ruajtur këtë xhamat, për ta ruajtur këtë xhami, sepse është vendi në cilin vend ne kemi mundësinë më të mirë për të ripërtrir imanin ton. Nga se me kalimin e kohës, sidomos në këtë vakët dhe në këtë zaman vëllezër, jeta është bërë shumë dinamike. Shumë e lehtë është që zemrat tona të ndryshken me një pakujdesi të gjatë. Shumë e lehtë është vëllezër sot që njeriu të kalojë ditë të tëra
pa mos me përmend Allahun xhallahu ala. Shumë e lehtë është sot që të na kalojnë muaj të tërë derisa të na vijë muaji i Ramazanit pa mos me hap librin e Allahut te barekuhu teala. Dhe kjo është gjendja reale e një pjese të madhe të besimtarëve dhe muslimanëve. Andaj ky iman ka nevojë vëllezër që të ripërtrihet me mezhlise të tilla. Ka nevojë që të ripërtrihet me derse të rregullta, duke nejt me shoqëri të mirë, duke nejt me njerëz të cilët gjithmonë na e kujtojnë Allahun te bareke ve teala. Gjithashtu vëllezër, na është transmetuar një krahasim shumë i qartë mes gjendjes së besimtarit në qoftë se atë e kaplon gjunahet dhe e kaplon neglizhenca karshi për kujtimit të Allahut dhe karshim mungesës së tij në pjesëmarrje në këto mezhlise të tilla ku përmendet Allahu te barekuhu teala. Andaj është thonë: "Ma min al-qulubi illa wa lahu sahabatun ka sahabati al-qamari." Thuhet se nuk ka zemër që nuk ka mbi të një re, një mjegull, sikurse reja që e mbulon hënën. Hëna ndriçon apo? Po në moment kur del një re e zezë, çfarë ndodh? Humbet ndriçimi i hënës. Gjunahet janë të tilla vëllezër, janë sikurse rejet, të cilët e mbulojnë dritën e imanit tonë. E bën një gjunah, e bën një gjunah tjetër. Dhe kur flasim për gjunahet, nuk e kam për qëllim për ato gjunahet të mëdha që ne zakonisht mund të mjaftohemi në veten tonë se elhamdulillah nuk jam i përfshirur në këto gjunahe dhe rrjedhimisht duhet imani im të ndriçojë në zemrën time. Sa herë ndodh brenda ditës që ne përgojojmë. Sa herë ndodh brenda ditës që të kemi zili për njëri tjetrin. Sa herë ndodh brenda ditës që të kemi mendime negative për njëri tjetrin. Sa herë akumulojmë ne në zemrat tona vëllezër energji negative për muslimanët dhe për besimtarët. Nuk kemi gatishmëri që të bëjmë hapa konkret për të qenë në vendin dhe në format dhe në vepra të cilët vepra është i kënaqur Allahu te barekuhu teala. E çfarë ndodh? E thot e kur e mbulon një re, atëherë ajo ersohet, e kur reja largohet, ajo ndriçon përsëri. Gjunahet janë rrejt dhe mjegullat e zemrave tona vëllezër. Kemi nevojë që me mezhlise të tilla t'i largojmë këto mjegulla nga zemrat tona. Kemi nevojë që me shoqërim të mirë t'i largojmë këto re, këto mjegulla të zeza, të cilët bëhen pengesë për dritën e imanit tonë. Pse duhet të jetë kjo plogështi në mesin e shoqërisë tonë? Pse duhet të jetë kjo mosgadishmëri për të kontribuar për dinin e Allahut te barekuhu teala në krejt format e ndryshme? Allahi nuk ka arsye tjetër vetëm për faktin se mos ndoshta janë rëndit re mbi zemrat tona dhe këto re na i kanë rënduar zemrat dhe nuk e kemi atë gatishmëri cilin e kemi pas në fillim, ku ndoshta na dilte një re, po me një mezhlis të hajrit e kemi larguar nga zemrat tona. Na u bonte një pengesë, një gjuna, po me një shoqërim të mirë, me vëllezër të mirë, me përmendje të Allahut, arrinim që ta largonim nga zemrat tona. Andaj duhet kemi kujdes vëllezër që ta ruajmë imanin duke qenë të kujdesshëm dhe duke qenë gjithmonë syqel për me marr pjesë në për mezhlise të tilla. Andaj vëllezër, të parët tan me të cilët ne habitemi me veprat e tyre, kur lexojmë për historinë e tyre, shohim se si ka pas mundësi që të jetë aq gjenerat e artë me një gatishmëri të plotë për të bërë ndryshime marramendse, ndoshta nganjëherë me periudha të shkurta. Është pikërisht vëllezër, ata e kishin kuptuar nevojën e tyre për ta ruajtur imanin dhe besimin Allahun xhallahu ala. Andaj është transmetuar nga Muadhi radhiyallahu anhu, siç thuhet, wa qala Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, i kishte thënë njërit prej shokëve të tij: "Ijlis bina nu'minu sa'a." Eja ulu me ne që të besojmë për një çast. Eja ulu me ne që ta kujtojmë Allahun xhallahu ala. Eja ulu me ne që të flasim pak për organizimin e jetës fetare në këtë vend ku ne jetojmë, të flasim për të ardhmen e fëmijëve tonë. Andaj, nëse Muadhi radhiyallahu anhu e ka ndjenjë një nevojë të tillë për t'i thënë shokut të tij, o vëllezër, njerëz të cilët kanë ditë afër pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, e ndjenin të nevojshme t'i thonin njëri tjetrit: "Ijlis bina nu'minu sa'a." Eja ulu me ne që të besojmë një çast. Pse ne sot nuk e kemi të njëjtën gatishmëri për të marrë telefonin për të thirrë një vëllaun ton: "Hajde o vëlla në mezhlis të hajrit që të flasim pak për Allahun, të flasim pak për dertin e xhamisë, të flasim pak për dertin e vllazëllokut, të shohim se ku janë pengesat që ne mund t'i eliminojmë dhe të arrijmë kënaqësinë e Allahut te barekuhu teala."
Gjithashtu vëllezër, të njëjtën fjalë dhe të njëjtën shprehje është transmetuar edhe nga Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu, i cili thoshte: "Ta'alu nu'minu sa'a." Hajdeni që të besojmë për një çast ta kujtojmë Allahun xhallahu ala. Ta'alu falnadhkur Allah, që ta përmendim Allahun xhallahu ala, dhe çfarë të bëjmë me këtë përmendje të Allahut? Dhe ta shtojmë imanin ton, atë që thash në fillim. Këto janë prej shkaqeve më kryesore vëllezër, të cilët ndikojnë në shtimin e imanit. Andaj sa më shumë njeriu merr pjesë në mezhlise të tilla, aq më shumë me lejen e Allahut do t'i shtohet imani. Kur do t'i shtohet imani, gatishmëria për bindje ndaj Allahut do të jetë ndryshe. Kur të shtohet imani, gatishmëria për të qenë prezent dhe pjesëmarrës në vepra të mira do të jetë shumë më ndryshe se sa kur njeriu nuk investon në shtimin e imanit të tij. Andaj unë nuk dua të zgjatem më tepër. Elus Allahun subhanahu wa taala që Allahu këto mezhlise vëllezër t'i bëjë të bereqetshme. Elus Allahun xhallahu ala që Allahu t'i largojë rreth mbi zemrat tona dhe të na mundsoj që ky iman të ndriçojë zemrat tona dhe të reflektojnë të jashtmen ton, duke kontribuar dhe duke dhënë një mund dhe një angazhim për organizimin e jetës fetare, me qëllim që të ruajmë imanin ton, të ruajmë imanin e familjarëve ton, të ruajmë besimin tek fëmijët tan. Elus Allahun xhallahu ala dhe një herë që Allahu t'ju shpërblej me mirësitë e tij të pafundta. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الله يندرهم.